Përshëndetje të gjithëve o miqtë e mi, si u kam o? Ju tashme dini që unë luaj rolin e Gonit në filmi Luli dhe Goni Lemes. Dhe kam diçka shumë personale për të ndarë me ju sot. Ky film nuk është thjesht një komedi, nuk është thjesht një histori rrugtimi, por është një film që është bërë me mund, me sakrificë, me shpirt dhe me zemrën e të gjithë ekipit. Ne që ditën e parë të xhirimit kemi qeshur, kemi qarë, kemi punuar ditën dhe natën në të ftohtin e janarit për jashta, jo sepse duhej, por sepse e donim këtë film. Luli dhe Goni Lemes është një komedi me marrëzi, mund të gjesh veten në çdo lloj situate sepse është me mentalitetin shqiptar dhe ka një mesazh për familjen, për shoqërinë, për dashurinë dhe për të gjetur vetveten mbi të gjitha. Unë jam krenar që jam pjesë e kësaj historie dhe tani është rradha juaj të bëni pjesë. Kinemaja është e hapur, biletat janë në shitje dhe nëse ju ka munguar në një komedi e mirë shqiptare, nëse e doni Shqipërinë, nëse ju ka munguar në një personazh humori, ky film është për ju. Kështu që nëse keni mundësi, na ndihmoni ta çojmë këtë film sa më larg. Jo për ne, por për të treguar që dhe ne di të bëjmë kinema me shpirt. Ejani, qeshni dhe mbështeteni. Ju pres në 11 prill të gjithëve. Ju dua!